Astra, qyteti i gurt, një ndër të parët që u bë pjesë e UNESCO-s, mban mbi supe një gjerdan të rrallë, Kalane Argjiros. Kjo kalaj ka fillimet e saj që në vitin 1336, megjithatë shumë historian mendojnë se këto mure janë akoma më të hershme. Feudale deri tek sundimtarët osman, ajo është një simbol i forcës dhe i shpresës për fatin e një kombi. Në gjithë historinë e saj vlen për t'u theksuar shkëlqimi që pati në udhëheqjen e Ali Pash Tepelenës. Periudhe kalaja u fortifikua dhe u pajis me armatime të përparuara. Gjithashtu u ndërtua dhe kulla e Sahatit, e cila dhe sot të rrëmben vëmendjen nga do që të shohësh. Luftën e parë dhe të dytë botërore, kjo kala u kthye në strehën e shumë banorëve që mbroheshin nga bombardimet ajrore. 1968 ajo do të bëhej qendra e trashëgimisë folklorike, duke u bërë me krenari djepi i festivalit folklorik kombëtar. Një festival që mban në këmbë traditën unike të këngës folklorike shqiptare. Kjo kala qëndron madhështore edhe në ditët e sotme. Ajo është kthyer në një nga pikat kulturore më të frekuentuara nga turistët dhe i lejon qytetit të ketë një sezon turistik për gjatë gjithë vitit.